Shimaj Produkt, Gushta Events dhe AD Production. Përshëndetje miq të sportit dhe jo vetëm. Sot nisim një rrugtim të ri në studiot e AD Production me podcast sport. Një rrugtim i ri, një emision i ri për sjell një risi, diçka inovative për sportin shkodran dhe jo vetëm. Një emision dedikuar figurave shkodrane, ata që kanë bërë historinë, ata që janë idhuj, që vazhdojnë të japin sërish kontribut për qytetin tonë, por edhe në mbar vendin dhe që kanë lënë shenjë në sporte të ndryshme, në disiplina ndryshme sportive. Ne do jemi në gjitha platformat, unë e Endri Qinari, së bashkë me bashkëpunëtorët e mi, do jemi pra njohur çdo javë me figurat që janë emblematike për qytetin tonë. Në këtë podcast numër 1, episodi i parë, unë kam kënaqësinë ta hap me një ish kampion të Vllaznisë, ish kampion i futbollit shqiptar, trajner i Vllaznisë, trajner i Kukësit, trajner i Laçis, por sfundmi edhe trajner i kombëtarës U19 Kuçezi. Armando Cungu është i ftuar ju një parë dhe është me të vërtetë kënaqësia ime dhe privilegji që ta nis me ju profesor. Faleminderit shumë. Edhe jam dhe po jam me tamam realisht i privilegjuar fakti që po hap këtë rrugtim me mua dhe uroj që të jetë kam marr. Zakonisht kam marr për tjerë. Ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë, por si një ish kampion, në të fundit ish kampion, me të vërtetë krenar që kam një ish kampion si unë në studio, por edhe me vjen keq që ka shumë vite që Vllaznia nuk po sjell kampion të rinj. Kemi vetëm ish kampion. Ja, unë mendoj që Shkodra, jam dakord me. Po them te sporti futbollit. Realiteti kjo që thoni ju është. Por mendoj që Shkodra djerr futbollistat, është tokë e cila në gjithë historinë e saj kanë djerr futbollista më shumë se asnjë qytet tjetër. Emblema madje jo vetëm të futbollit shkodran, po atij shqiptar. Por që kjo tranzicioni i famshëm i quajtur demokratik, si në çdo fushë tjetër, patjetër që ka prekë edhe futbollin. Në veçanti futbollin në Shkodër, kështu që ka pas problematikat e veta, kalimet te bashkia, u bë një periudhë shumë e zymë të futbollit, nëse mund të them kështu, u bën hapa shumë mrapa. E që është e vërteta dhe u dojtë një iniciativë tjetër private për të marrë frenat e Vllaznisë në dorë dhe për ta çuar Vllazninë në ato nivelet e cilët për vitesh tashmë që thatë edhe ju tifozëria shkodrane e pret. Po sidoqoftë mendoj që ka përmirësim të dukshëm, nëse krahasojmë periudhën bashki privat. Përmirësimi është i dukshëm, por jo në ato nivele që qytetari apo tifozi shkodran pret. Shpresojmë që nga viti në vit po thojmë jemi afër diku në afër kësaj gjaje, por uroj që të jetë ky viti i kësaj Vllaznie kampion, jo vetëm për faktin se presim prej kohës, por edhe për faktin sepse është një Vllazni më me shumë shkodran. Duke filluar që nga trajnerët, drejtori, krejtësisht janë shkodran dhe kjo është gjëja që mua më pëlqen, ç'është e vërteta. Sikurse është edhe ekipi vetëm në Superligën shqiptare që ka më shumë lojtar shqiptar në formacionin bazë, ose më them kështu, sepse mund të kenë ndoshta edhe më vonë me diskutuar sa i përket edhe kësaj është e drejtë apo jo, mënyra se si ose më saktë është marrë vendimi për të pas lojtar të huaj pa limit, gjatë cilin për mendimin tim nuk është e duhur. Ne nisim aktualitetin, por dua ta sartoj me të vërtet me karrierën tënde në fillim, me rrugtimin tënd parë tek Vllaznia si lojtar, apo edhe hapet e tu të parë nga mosha ndoshta tek skuadra A. Trajnerët, diçka që ke pasur satisfaksion atkohë, shokët e tu më të mirë, më cilësor, nuk e di. Në fakt, unë kam nis si çdo fëmijë, ose si çdo djalë shkodran, nëse mund të them kështu, duke luajtur në rrugicat e lagjeve, me shokët e lagjeve. Që sot fatkeqësisht nuk i shohim fëmijët. Kjo është edhe minusi shumë më i madh i cili e vujmë edhe këtë gjë. Ç'është e vërteta futbolli, sidomos në Shkodër. Duke u bën pjesë më edhe një dëshirë të jashtëzakonshme tifozë patjetër i Vllaznisë për të kenë pse jo një anë rremalle për të kenë edhe pjesë e Vllaznisë një ditë, kështu që u regjistrova prind më saktë më regjistruan te shkolla e futbollit në atë kohë ishte Gjelatin Fishta, të cilët ka zjarr pafundësisht talenta dhe lojtarë të mëdhenj jo vetëm për Shqipërinë, por për Vllazninë, por për marrë Shqipërinë edhe kombëtarën shqiptare. Mas marimit të shkollës, natyrshëm që kaluam nuk ka pas këtë masivitet apo kaq shumë larmi ekipesh, por kanë vetëm 2 ekipe, kanë ekipi i shkollës Gjelatin Fishta i futbollit dhe vetëm një ekip zinxhir që quhet ekipi i Fatmir Lels, që aty ka pas lojtarë cilësor, të cilët i pjesë kanë luajtur futboll me Vllaznin. Një ndërta është Edi Martini, nëse më them emblema, i cili ka luajtur me Fatmir Lelen. Dhe fatkeqësisht
çdo gjë në jetë nuk është voj, si i thojnë në Shkodër, por ka problematikat e veta. Fatkeqësisht mu përballen problematikat shumë herët në sport. Çeri. Nga një lojtar I cili isha pothuajse kryesori, megjithatë këta janë edhe nuk është se duhet unë t'i them për vetin, janë të thanën edhe stërthanën edhe nga ish trajnerat e I specialistëve e asaj kohe. Nga një lojtar I cili ishte kryesori I ekipit të shkollës Gjati Fishta, çuditërisht mas një jave të mos I marrën shkolla, u do të bëhen disa seleksionime për me kalu te ekipet e paratrive, zinxhir, kanë para 3-3, ka kanë atëherë mënyra se si funksionote. E po është vetin I vetmi person I cili u fuqa në seleksionime me lojtarë të cilët nuk kishin kanë hiç shkollës. Madje edhe ata që kanë rezerva krejt të shkollës ishin të kalum automatikisht te paratrit, ndërsa I vetmi isha unë I cili u futa në testime, në seleksionime, nëse më them kështu. Pse kjo? Du me fol shqetu ose tërës, si që thojnë, si që kam fol gjithmonë tani jetën dhe do të vazhdoj ta bëj, I gjatë tillë. Unë bashkë me lojtarë cilët vishim në thasë me grosh edhe me mish. Madje bile kishte për atyne që kishte dalë gjak pak për rrjell mishi, për I thesit. E kuptova. Që është e vërteta. Dhe natyrshëm që s'kishin ka me shku, po më thonë po. Por që nuk e gjeta vetin as edhe një sekond për të luajtur për paratrit për një periudhë shumë të shkurtë. Madje do të them edhe diçka të vogël pa përmend emra sepse nuk ka se do të gjej në mbështetje të madhe po të përmend emra. E kaluar. E kaluar. Një mik I babës tem, të cilët kanë punu bashk në një zonë të caktuar në Shkodër, ku u mbledhshin për të luajtur disa figura të futbollit shumë të rëndësishme të Shkodrës. Jo vetëm trajnera moshash, por edhe të ekipeve më lart. I vjen një sinjal që nuk ka për të luajtur filani për x arsye. Shprehen nuk kam qefër me bë prezent sepse është e turpshme patjetër për ata që e kanë thënë, por edhe para gjykimit fjalë, por nuk besoj se vlen shumë kjo gjë. Edhe vjen baba më në shtëpi dhe vjen më thotë ti duhet më lën këtë punë sepse nuk bëjmë herë. Kjo ka qenë fjala e babës se harroi deri të mbylli syt. E rënd do të shtanë atë moshë. Nuk e prandoshë, shumë e rënd. Shumë e rënd, më I thonë një fëmijë që janë rënd. Shumë e rënd. E lash tam drejtë, e lash futbollin, por pasioni e dëshirë nuk e lash kurrë. Tu luajt du vazhdu të luajt me shokët e lagjes, pra unë s'kam luajt as edhe një sekond, as me paratrit, as me trit top. Këtë nuk e dija, personalisht hera e parë që dëgjoj. Kjo realiteti. Edhe mënej rreth mosh 16 e gjys, diçka I shtu, vjen daja jem Bençaku quhet, I cili dikur ka qenë një futbollist I vllaznisë Shkodrës, por edhe I kombëtarës të rive me Lore Buriçin e madh, edhe me emrat të mëdha futbollit shqiptar. Por që për fatkeqësi të një dëmtimit në gjumë atëherë pa tërheq prej vllaznisë dhe pa shku për të luajtur te Vileçiku. Dhe vjen më bën një ofertë. Vjen më jepi mundësi për aty s'bën fjalë për ofertë për rrogan ata për julla, se ishin vitet 19, sapo kishin startuar. Për më bëha pjesë I Vileçikut, të komplikut. Në fakt ashtu bon, hina, lujta në formacion, kam luajtur për vjet e gjys që fshej gabum. Dhe aty më shumë nga presioni I tifozërisë shkodrane, sepse Shkodra ka qenë gjithmonë Shkodra e sportit, e futbollin e kanë ndjek jo vllazninë e madhe, kjo s'diskutohet, por tana gjeneratat, brezat edhe me trive, paratrive, madje edhe komplikun kanë na fati joni I madh ishte sepse I zhvilloheshim në stadium. Atëherë ishte Vojokushi, tash është Gjoja Lore Buriçi, po që s'ka kërgjan shkrume. Edhe nga ky presion, nëse mund të them kështu, një rrethit mush për edhe tifozave shkodran që ndjekshin ndeshjet tona. Pas ka ardhur trajneri në atë kohë, Dafizi, që I kishte vllaznin, bëhen fjalë në vitet 93. Okay. Vllaznia art ajo atyre vite. Faza 2, faza dhjetor ka qenë diçka e tillë. Edhe kena pas që ndeshje me Naftetarin se harroj kurrë, fitu me 3-2, një gol pa ta bën. Edhe di që të nesëm në darkë, një orar të vonë, I shtëpi e vogël që ishim një kuzhinë me 3 fëmijë që ishim. Më mend që ka qenë një orë vonë në darkë, më kanë për 10 sa darkë, më kanë të fjet në kuzhinë siç flesha gjithmonë. Aty ka qenë salon e kuzhinë, thuj ç'a dësh, ashtu kanë qenë shtëpia. Ashtu ka qenë gjithë. Bravo. Edhe di që kërse dera, e del njës pas nana jeme me hap derën, shef vllain, dajen tem, Benin, ku vjen e thot, ma xherr Armando çoj herë prej gjumit dhe vin, çohem unë thash çka kanë për të zot, kam kanë shumë I ri, kam kanë 18 vjeç e gjys, diçka 18 e pak.
Edhe më thot, nesër kemi dalë me vllaznin, thot bashin servitet e fusha lkurave në atë kohë. Kemi dalë të me vllaznin me ekipin e parë, po, me ekipin e parë, thot, meta, i thash herë mos marr mutalla, din. Lot të nanë si harroj, po si kështu. Nëse ishte shumë gjë prekse, do me thonë se po i fillimi një ëndrë të cilët unë kisha prej kohës që fëmijë. Dhe ashtu u bën, por ironia e kësaj gjëje është sepse unë s'kisha askush futbollit për me lujt. O di që po ta shku në Skënderbeg te i shok i cili kishte marrë pol për këtyne Karitasit, as di ç'a vishin disa ndihma. Jo dy numra më të mëj, edhe gjysa s'kishin taka his, ishim me taka shollet. Por pasioni yt nuk diskutohet. Po, është e vërtet, një ashtu kam fillu, kam bën një javë se vidi me vllaznin, dhe në ishin e parë kena bën i qelloi në janar fill se në 10 orë shkolla. Rivali thojza i pozicionit të me shoqëroi qendrës në kohë. Po pas lojtar të mirë kanë shumë. Sepse ka qenë vërtet një brez shumë i mirë. Kanë Brikenu, Abizi, lojtar shumë i mirë aty në atë periudhë mes fushë, ëh. Njes pas tan media kanë një futbollist shumë i mirë, shumë i talentuar i ri, por që fatkesia nolli ajo çanulli dhe po kanë lojtarë të cilët kanë pas një dhunti shumë mirë për të luajtur futboll në atë kohë. Ka kanë Gjergj Fishta, me sfush qendër, më vonë më pa të ndarë dhe lojtarë tjerë, por ka kanë një brez shumë i mirë, do të thonë Sokol Shllaku kanë shumë në cilët kanë evidentuar brezëve të patjetër. Dhe kam bën ishin e parë për të më bën janar se fillote kupa në janar dhe kupa ishte me grumullim në Tiranë. Në ishin e parë, kam hinë në pjesë të dytë, ka 1-0 për Firin, të luajt me Apollonin e Firit, dhe kena bën 2 ndrrime mos u gabosha, u fut me direkt pjesë dytë dhe fitu me 2-1 në ishin. Dhe nga ai moment kam luajt në formacion, ndoshta mund të jem historinë e futbollit Shkodrës, personi i parë që kam hinë direkt formacion edhe në rrugë. Kjo ka kanë ajo, mondai ka pas vazhdimsinë e vet. Pra kja fillesa se ndoshta zgjata pak si tepër. Ndoshta ajo ishte ndeshja, duhet pyesja një ndeshje që do e veçojë për vllazit përveç atyre ku u shpahet kampion. Ishte ndoshta ajo ndeshja që të ngelin memorie, që ta dha shtysën e parë tek vllaznia, ajo ndeshje kundër Apollonisë. Ashtu ajo ndeshje, ashtu po nëse më lejon shumë shkurt, mund të më thonë edhe ndeshjen e dytë, temën që është dramatike. Është dramatike për faktin se ardhmë në Shkodër për kampionat dhe në ardhi Lushnja për me luajtur në Shkodër. Me besa, stadiumi ishte mush, flak, se kena pas fatin e madh për të pas një tifozëri dhe një stadium mushur gjithmonë karrierën. Fal që po ndërpres fatin për edhe presionin. Patjetër që është edhe presioni, por është një kënaqësi e madhe. Ta djemt sot ndoshta nuk e kanë atë presion të tifozërisë. Nuk e kanë atë presion, por kanë edhe një mungesë shumë të madhe sepse tifozëria në një farë mënyrë përveç presionit ke edhe shtysën. Ne për obligim të madh në mendësi tonë që më dhan diçka më tepër për asaj që ti po ne për momentin. Në kështu mendoj vet. Po ktheu te për një stadium i mushur në flak, me beso kam kanë lojtari më të dop në fush, sasisha mu dukshin kom 200 kg për emocioneve, sepse një stadium i mushur në flak nuk arrisha mu ambientu, nuk e disha kishte edhe ato momente që nuk njihsha edhe ngjyrat e lojtarëve kush është ekipi jem. Që nëse duhet me falemnderoj trajnerin atë kohë, Hafizin i cili një ashtu më la në fushë lojë, sepse me sa duket ai ka pa diçka thonë. Dhe janë emocionet e cilët tashmohen edhe në rolin e trajnerit, përveç se i kam kaluar si sportist, arrimi i kuptu se çfarë do të thotë një ideal i ri, u ingranu direkt formacion në një tifozëri as madhe, një përgjegjësi as madhe siç është fanela vllaznisë dhe pritja pritshmëritë e tifozëve. Po besoj se ato vështirësitë e fillimit, ato sakrificat u shpërblyen me ato titujt kampion, me ato. Patjetër, mandej fillimet pat me një ecuri, që kishte një 5-6 vjeçar super. Ishte një brez shumë i mirë. Fatmirësisht duhet të thonë se edhe kjo punë sporti është fatin e vet, po të mos u largohet e vllaznia e madhe me ndeshjen që misorë që shkunin me bën në Francë tek Zmijani, i cili i bani një ftesë gjithë brezit të shokëve të tij. Që kanë atë kohë me Bushati e tjerë futbollista të vllaznisë, Dedjen e Kajtaj brez i mall, ka kanë brez i mall. Të cilët pothuajse nuk u kthyen hiç, veç 2 vjet, 3 vjet u kthyen, meten gjithë atje. U hap një mundësi e artë për tanë ne po thojmë në brezin e ri tjetër për të ingrënë të vëllezër, sepse po të vazhdoshin ata nuk do isha as këtë studio tonë sot ndoshta. Unë edhe shokët e mi. Nuk i dihet, asaj nuk i dihet sepse është edhe fati i cili sepse të jep mundësi. Dëgjoj shpesh në opinionin sportiv nuk kemi një mesfushor si Cungu për 20 e sa vitesh tek vllaznia.
Jo për ndoshta për shumë mirënjohës, realisht, unë them çfarë them. Jo për mburrje ka shijush, por është e vërtetë që realisht një numër 8 ju në atë rol keni luajtur pak a shumë. Një rol numër 8, gjysmë organizator, gjysmë parambrojtjes, pra një lojtar shkodran po themi, nuk ka dalë nga vllaznia për 20 sa vitesh. I fundit kur pyet ndoshta edhe tifozët më të vjetër, specialistët më të vjetër, është Armando Cungu, e personifikojnë me emrin tënd. Faleminderit, unë jam shumë mirënjohës tifozave të Shkodrës, qytetit në përgjithësi. Nuk janë vetëm tifoza që vinë në stadium. Shkodra është shumë herë më e madhe në tifozëri. Mund të them që në karrierën time si sportist, por edhe tash mos i ndonjëherë ka plaka, mirë se pleq, po ka plaka që më nalin rrugë. Ai e filani, më rrokun përqafojnë, që në kohë që kam luajtur sport, edhe tash që jam mirënjohës pafundësisht dhe jam mundu në mundësitë e mia në karrierën time atëherë kur më dhan mundësia për me kontribu sa do pak për këtë qytet dhe mendoj se edhe në momentet më të vështira se jam mundu me ju gjindë dhe besoj se e kam bërë. Karrierën e ke pasur. Do vazhdoj ta bëj gjithmonë për vllazin. Karrierën e ke pasur gjatë si futbollist aktiv, ke luajtur edhe në Gjirokastër, në Greqi, pra në Durrës, Kosovë. Ka pasur disa eksperienca për ju. Kush ka qenë ndoshta shoku lojtari, bashkëlojtari më cilësor që keni luajtur? Një ose dy emra ose tre emra që mund të përmendesh. Them drejtën kam pas sepse ki pasur fatin ke luajtur me futboll shumë mirë. Nuk jam të pse jena në Shkodër dhe na duhet për me lëvdu Shkodrën. Por realisht aty ku jena ndihmë më mirë dhe më duhet i them gjanat ashtu siç janë. Patjetër që janë në Shkodër. Klush kundër kundër të lush ti je koleg të lush me emrat më Martini, Bizi, Sinani, Salimovon shumë i ri, unë lanjen, Salihin ardhjen e tij, Noga, patjetër, Grima si portier. Po përmend informacion. Po, informacione që kanë futbollistat më, futbollistat cilësor, Lici, Osja, për shpresoj që mos të kem lënë na kanë se ka edhe të tjerë, por ka emra të tjerë të cilët kanë kontribuar, gjithkusht ka pas atë tullën e vet, nëse mund të them kështu në ngritjen e një muri të madh që ka kanë në vllaznisë aty në periudhave, kena dalë kampion, por në ato vite që kena luajtur në atë çështë e vërteta për të dalë me kampion një herë me vllaznin, as si me dalë një 10 me Tiranën. Pse duhet ta pranojmë sepse gjithçka luhet në Tiranë. Aty janë afër gjanat, aty është edhe kombëtarja, aty pihet kafja më shpejt se me marr rrugën, me ardh në kush në Shkodër, janë shumë gjëra të tjera se cilët e largojnë, edhe vllaznia realisht ka një ekip i cili nuk ka se ka kanë shumë dashamir, po thojmë në institucionet aty në viteve, sa i përket vllaznisë. Për të mos thënë edhe për titujt të cilët janë marrë ekipe tjera, janë marrë si janë marrë. Çuditërisht kishte ekipe që i bite me Peqinin për shembull gjithmonë janë 4 kampionate apo 5 rresh i bite në isha fundin Peqin. Janë ta gjëra që nuk duhet përmendur. Që nuk janë edhe aq koincidencë. Pra duhet të them që ka kanë një stërmundim, një lodhje shumë e madhe, një stres shumë i madh dhe një djesë shumë e madhe për të dalë kampion me vllazin. Përmendë shumë emra kampionësh, por fillova vetëm për Shkodran. Absolutisht për Shkodranet po ndalemi, por është pak fatkeqësi thojza që ajo vllazin nuk morri trofe në vazhdimsi. Po s'ka apo edhe largimi nga jeta i presidentit Gjer Çela. Edhe largimi patjetër që ka bërë punë vet, por edhe largimi i futbollistëve, them drejt. Ç'është nëse më thutesh ti mua, jam dakord, dhe më futë një temë të cilët po e preku pak. Në fakt vllaznia vërtet u prish në ato vite. Ç'është e vërteta. Ishim shumë afër titujve, ishim vend dytë, po luftoheshim punë pikësh me kundërshtarët tonë historik ka kanë Tirana, ç'është e vërteta. Që ishte ajo në ato vite e artë. Ata vite edhe Partizani ka kanë dikun, mandej Partizani shkoi edhe në zi sa vjet në ligë inferiore, Dinamo e ushqi prej hartë të Kret. E kështu që dolën tek këto ekipe tjera të cilët komandojnë edhe futbollin shqiptar, por Tirana me vllazin ka kanë rivalja e përjetshme, nëse më them kështu. Dhe problemi ishte sepse u prish ekipin, e prishën krejt ekipin. Unë nuk jam person i cili duhet flasim me fanatizëm, ndoshta edhe jashtë logjiket. Që dona gjithmonë, ja dona me tan Shkodran. Ku më e marr me kanë me tan Shkodran. Na kena pas fatin i Brez që ka kanë, por futbolli ka herë është me Brez, nuk mund të çelën tan Shkodran. Fundit sot jena në komercializëm, kapitalizëm dhe
Vinë lojtarë për i ka dush, mjafton t'i pagush dhe vinë për të luajtur futboll, për të kontribuar për fanelen. Por në fakt aty u prish sepse u prish Bërthama krejtësisht Boshti. 4 lojtarë shkuan në Gjirokastër, bëhet fjalë në 2000-shin. 99-2000 ka kanë kjo. 4 lojtarë tjerë shkuan në Ballsh, të gjithë lojtarë formacionit, pa preshtim. Gjirokastër shkoi Martini i pari, më shkova unë, Lici dhe Noga. Bile kishte ftesë edhe Osja Safeti, por për disa punë të angazhime të tjera nuk erdhi. Në Ballsh ka shku Premçi, ka shku Ilir Dibra, ka shku Gjahysa, më duket ka shku edhe Volumi, qofsha i gabum. Gjithë lojtarë protagonistë. 8 vjet, por paktën 6 ishin lojtarë pa diskutuar informacionin. Edhe u zëvendësuan me lojtarë të cilët malazes, ku diun lojtarë që nuk lushin as në tregun malazes futboll, fatkeqësisht. Po pse ndodhi kjo? Ndodhi ashtu e menduan drejtuesit e asaj kohe. Me pak fjalë me hub me kampionatin atë vjet. Por 2 javë, 3 javë diçka po morru kampionati në Tiranë, 1-0 që ishim në luftë për titull, kampion. Trajner ka qenë Vasil Bici në atë periudhë. Hub me edhe finalen e kupës me penallti me Tiranën. Të dyja i mori Tirana, si kampionatin si kupën. Edhe natyrshëm se si nuk u pagume, si rrezet e kësaj, atë gjet me streti ku tjetër, nuk u vlerësua. Absolutisht. Kjo është keqardhja eme sepse Shkodra është shumë e mirë. Shkodra ka tifoza shumë, Shkodra don Shkodrën shumë. Shkodrani e pret me pa durim shpalljen kampion të vllaznisë, jeton me Shkodrën. Shkodra ka fe futbollin, nëse mund ta them kështu. Por fatkeqësisht shpeshherë edhe Shkodra apo ata që e kanë pasur në dorë futbollin Shkodrën nuk ka se kanë pasur sjellje. Kanë gabuar. Me apo pa qëllim nuk mundem me thënë me qëllim sepse në fund kanë zjarr lek, por kanë bërë gabimet e cilët kanë dorë shumë vite për të riparuar dhe kanë lënë një plagë që ja lënë ka mbyll për mendimin tim. Plagë 20 e sa vjeçare. Për mendimin tim. Po tranzicioni nga futbollist në trajner, i vështirë? Shumë i vështirë. Gjithkush mund të mendojnë se është mërna furës vetë, deri diku. Është një profesion krejtësisht. Sepse dëgjoj nganjëherë lojtar botëror të mëdhenj. Është një profesion. Që thonë nuk do të bëja kur trajner, është shumë stresues. Edhe unë jam një ndërtas që se kam dashur kurrë si profesion, por nuk e di. Meti si po dashë dorë. Nëse më thon kështu, nuk ka se e kam kërku, nuk ka se e kam adhuru si profesion. Po është një profesion krejt tjetër të kanonit trajner dhe krejt tjetër është kanonit sportist. Është një psikologji, është një mentalitet, është një mendësi krejtësisht tjetër, i kundërt. Sepse na kena menduar se si futbollist është presioni, patjetër që është presioni, por në një farë ta do presionin e disa persona. Dhe realisht futbolli është një sport kolektiv, por as sa kolektiv është edhe individual. Me kuptat drejt në psiqikën e sportistit. Individual në kuptimin që ty si Hendrik i bën një ndeshje të shkëlqyeshme, po thojmë në kundër Tiranës, po ekipi ka luajtur shumë dop. A bën analizat nesërmen, sportisti ka ardhur me kryenel, bile edhe krenar, sepse në fundit me tamam që ekipi nuk fitoi luajti dop, po të shumë e kanë bën punën time, në kuptimin thojza. Por që secili na duhet jena hipokrit dhe të thojmë që dona më të mirën e kujshive se të mirën tonë. Pra gjithë secili kërkon një herë me vete, jam unë rregull po, atëherë çfarë do pyetje që të bëj, unë kam kryet nel di me të kthy përgjigje në kuptimin e kësaj. Pra përgjegjësia ka qenë shumë herë më e shpërdame, shpesh herë jo edhe në mënyrë profesionale. Gjithmonë normalisht ja kërku më tepër dhe kjo me drejt për trajnerëve, për lojtarëve më të cilësor, për aty në më me eksperiencë, për aty në të cilët kanë bërë edhe barrën e ekipit. Kështu që të kanonit sportisti nuk mendon hiç më tepër, mendon vetëm për veten e vet, si të flejë mirë sonte, si të ha, si të paraqitem nesër, si të los nesër, si po më shkon loja, kush ka kundërshtar jem, kurse të kanonit trajner është një menaxhim jashtëzakonisht i vështirë. I po thojmë 20 e sa apo 30 sportistave, 30 karaktereve të ndryshme, 30 mendësive të ndryshme. Po edhe stafit, përfshi edhe stafit. Patjetër hallet. Trajneri nuk fren gjumë minat për para, ndoshta ata ja, po sidomos i nat 2 për para nuk fren hiç. Apo më vritet filoni, apo më çopet temperaturën nesër natje filoni, si po më shkon filoni, po më se më lut këtë çmë. Pra ti duhet menaxhosh edhe hallet, edhe problematikat të cilat mund të kenë edhe në mendsinë e tyre, qoftë edhe në shtëpitë e tyre gjithë secili sportist. Ndoshta nuk ti shpreh, po janë ndikesa shumë mëdha në ecurinë apo në rendimentin e një sportistit
nëse ai nuk nep më të mirën. Unë kam kanë Që trajneri ndjeni pari. No është një temperaturë e vogël, po që sta difton sportisë ka hall me lujt, se thotë po m'sposton, po s'lujta, mund të jetë një problematikë tjetër familjare, një smundje dikujt tjetër. Ka faktorë nuk shkojnë mend, por na kena kolloj për ta gjykuar sportistin fut çabani që marr sa ishte 0 edhe me shok shpesh herë. E bëjmë këtë punë. Por që duhet himi fije, me si i thojnë në shkodranët me fut kamën në pucën e tjetrit, pak gjatë cilën shpesh herë në nuk e bëjmë. Dhe më dhe për të mos folë, më dhe që do të kesh punë pa tjetër edhe me tifozerin, do të kesh presionin e ju, mediave, përgjësin vetë për të dhanë ma të mirën, po ati duhet ulesh, duhet studiosh, me orë tana, duhet bërsh programe shërbitore. Sepse kujtojnë që është e thjeshtë t'jesh trajner. Edhe atëherë mos i e bën programin. Unë e kam shkryer shpesh herë sepse mos i eri shifsha si diçka nuk shkon shkyje filloi edhe herë prej zeros. Duhet kesh edhe 2-3 programe tjerë në tru pa shkrume sepse në varësi të kushteve servitore motit më fal, ti mundesh i shkon në rregull për diell, po t'ia futi shiçi ti s'mundesh me bëhet që duhet me pas diçka tjetër në tru. Në këtë situatë, në këtë moment që ndodhem, çka mund bëjnë për ekipin, që ti shërben, pra është një ka shumë faktorë. Dhe në fundit që është më sa është kryesoja është edhe banalja, se kur fitohet, dalin 100 generale, i thojnë. Del presidenti e kam fituan, del ai që rrin afër presidentit drejtori, dalin ata që pinë kafe rreth rrotull në tavolinë, dalin punëtorët e fushë, se ku po di gjaon, dalin sportistat kanë drejt për dalë sepse realisht janë faktor kryesor në ecurinë dhe në rendimentin e një ekipi apo rezultateve, ndërsa kur vjen puna që hupet i vetmi person që vetë para përshkatimit të trajnerit. Gjithkush kërkon me gjet justifikimin. Koka turku gjithmonë. Qoftë edhe sportisti kërkon me justifikuar veten me hall topin dikujt tjetër. Po ta ndojnë me ik përgjegjësisë. I vetmi që i s'ka ku ik përgjegjësisë është trajneri. Karriera jote si trajner personifikohet besoj me 3 skuadra, Laçi, Kuksi, Vllaznia. Me Laçin u bë të njohur superiore. Fituat edhe një kupë, mos gaboj, të Republikës, 2 kupa. Edhe Superkupën. Të Republikës dhe Superkupën. Sukseset që dërgovën një ekip, po e them thojza province. Një provincë si Laçi në majat e futbollit shqiptar për 12-13 vite. Po është vërtet, por besoj një ambient jo e lehtë. Nuk është ambient i lehtë. Është ambient që ke rezistuar, je ndarë si gentleman me Kurbinasit, po ashtu historike me Kuksin, që dërgove skuadrën në turin e 4 para eliminator që në atë periudhë ishte shumë e vështirë. Jo sot që është konferenca, pra ka shumë rrugë për të shkuar drejt suksesit. Në atë kohë ishte shumë e vështirë besoj. Eksakt. Edhe u ndeshet me super ekipe. Krenar besoj. Për atë Kukës, se edhe Kuksi sa po ishte ngjitur nga kategoria parë. Patjetër. Nëse mbledh një fije ti ndaj këto 2 ekipe pastaj vazin vete. Patjetër. Atëherë nëse flasim për startin tim si trajner, po thojmë profesionist, në radhë parë unë kam filluar në momentin që unë kam lënë sportin 32 vjeç, jam thyer prej Kosovës, ku kam luajtur top për 1 vjet në sezon me Flamurtarin e Prishtinës Super League të Kosovës. Mallatruni dhe ula Salovitën për ta lënë sportin. Me të thënë drejtën isha loll shumë stresuar shumë për shumë viteve sport, për presionit, edhe për mos 15 vite si lojtar aktiv, 15 sezona afërsisht. Edhe për më shumë edhe për mos po thojmë na pagesës për cilën djersën për cilën kemi derdh. Sidomos vitet e fundit kanë qenë shumë stresuese për mua, thash, një vllazni konkurrente largohen tanë Shkodranët edhe vinë lojtarë të cilët atëherë po thotë u flitën në Shkodër, kanë ardhur lojtarë të cilët kishin shit bananën tus në treg Tuzë. Për të luajtur për vllaznin. Erdhën morën lekt ata persona. Del kampion në 98-ën, hajde merr lek tjerë të cilët kishin asë lloj kontributit. Nuk ka çështje xhelozie, por është çështje sepse vllaznia kishte një bërtham shumë shnosht. Edhe drejt asaj bërthamit mund të kishte nevojë për 2-3 ndërhyrje, por cilësore, po jo për të shinj kret. Nëse janë gjërat e cilat i diskutuam dhe nuk kena pse i kthejnë më. Dhe më ofruan mundësia për të kënë të Ada Vilipojs, ku ishte rëmë pothuajse prej ligët, ishte në vend të fundit, ku ekipi i parafundit ishte më duket rreth 6-7 pikë për mine në atë kohë. Dhe më bëhet një kërkesë për të shku për të ndihmuar Adën e Vilipojs, të cilët atë kohë drejtohej nga Fred Pietri dhe Lazar Matia.
të cilët unë realisht kur e pavën pamjet para he kisha frikë të marrësha me këtë punë, nuk e dosha si punë trajnerin hiç. 0 dhe dyta punë se kisha shumë frikë, 7 pikë në parafundit se çfarë bën shon aty, se çka kisha me bënë nuk e kuptosha. I pamundur sipas teje. Logjik. Nëse flasim logjikën, nuk ka logjik për të ashtu. Megjithatë nëpërmjet edhe të njerit që unë e falenderoj shumë Bushati, tan Bushati, duke qenë mik edhe tyne edhe dashamiri jemi, më thotë mu, hajde një moj thot për hajde edhe temin, hajde një moj thot pak se kanë nevojë thot. Unë s'di, më i tham s'kam bën punë trajneri kur mu, unë s'kam as plan servitori thash. Veç me bën çam moj mend çam ka bën një trajner, çam ka bën një tjetër në ushtrim i tham. Vazhdoj thot i hec se edhe në të pështesë do të licenca kualifikime nuk kishe. Kishte as licenca as kërjon atë kohë, veç hinë lui. Sportisi ose trajneri nga për ekipin vazhdo, no problem. Në fakt ashtu u bën, hajde për hatër ti, thash. Po provoj. Po provoj. Se edhe kur la sport e lash me mendimin, tham drejtën se jemi sinqert se nëse pa hapi fije tem tjetër, por shumë shkurt, mendova që do të mësoj fizikulturë diku në Magjeti vend paktën edhe në përkatun, por sa kanë kontribuar se shkolla në kishte të alta tona kriteret e dokumentat e kisha. Besoj që i for kontributit sado modeste vllaznia e kisha dhënë, kështu që besoj kudo edhe në fshat nuk kisha ne pretendim, kudo me kanë veshim mësues fizikulturë, atë dim sa me fillu i jetë tjetër për sportit. Kuptoj. Por ishte shumë e vështirë, lënia e sportit dhe fillimi i jetës tjetër. Gjithsesi, shimsuar me aktivitetin e përditshëm. As me hap dyrë nuk më kanë hap dyrt. Drejtoria si morën atë kohë hiç. Hap dyrë do të thotë për me më kry punën, se për me më hap derën, me më rrokë me pull, si e po ti këtu atë turp me martin derë, mu kaq pak kërkon ti çka ke bën ti për shkotën, nishin tan me fjalë bukura dhe si xhan, nëse metën rrugë, edhe futa vetin me këtë vallë. E vazhdova me të i bashim neshit në stadium. Në stadium e kena bën neshit dhe fati e desht puna po atjetër e djemve në atë kohë që ishin të Filipoja. E mbledhen mendën si i thonë, punën e zakonisht shumë, dhanë një kontribut jashtëzakonshëm, po atjetër edhe mbështetja e drejtuesave, arritme të pështojmë për ligët. Dhe në vermën e lash po, dhe më bëj ftesë në dhjetor, në fund dhjetorit, për të bërë zëvendës trajneri i vllaznisë, nga presidenti fushën atë kohë i cili ishte. Dhe për 3 vjet kam qenë zëvendës trajner të vllaznia. Me emrat më të futbollit, edhe trajningut. Ka qenë Mirel Josa, ka qenë Agim Canaj, ka qenë Asaglika, ka qenë Deda, të cilin në veçanti e veçoj nga ata për karakterin edhe për mikpritjen edhe për hapësinën të cilën të jepte, që është e vërteta. Një konsiderat jashtëzakonshme kishte për ju në një bisedë, në një intervistë që i mora së fundmi, ku e pyeta kush ishte lojtari më serioz gjatë stërvitjeve, gjatë prezantimeve tuaja, tha veçoj ty edhe Lici. Unë di tham i ta fjalë, unë nuk tham i fjalë për tjetër, ashtu që unë i linë zemër dhe ashtu që unë i kam pa. Deda është një burr i cili han bukë në veç për mendimin tim. Po të thamë edhe nëse kam fitu diçka, kam fitu tamam për Dedës. Është një person i cili më lë shumë hapësina dhe unë niva shumë komod dhe shumë mirë, se është shumë e rëndësishme këto fillesa për ta kontakte për të pas me ekipin me sportisa, edhe pse si ishte lehtë sepse ishin tani janë shokët e mi prapë edhe sot. Por ish futbollistat e cilët unë kisha luajtur me ta. Ishim kisha Grimin, Licin, Osjen, Sinanin, si mund të jam unë trajneri i tyre, si mund të më thuj se si janë në pozicione jashtëzakonisht vështira. Dhe mandej në largunen me Luçin, në largunen krejtësisht si staf. Dhe atëherë më dhej mundësi, më ka rejtë telefonat në verë, ka kënë dark, në e sa e darks. Unë sa po isha shtëri, atëherë ratë me pa i fje televizor dhe sa të putet gjumi, bjeni telefon, 6820 si të shemoj me dhem, atë numrin, po atë hapa këtë, thotë mu përshëndetje, sa fejgjit si jam, thotë. Unë zisha gjonë heq, jam presidenti i Kuksit. Urdhna i thënë vetë. Nuk e njihje? Heq, unë zisha gjonë se Kuksit që kullet topi, shumë respekt, se qyteti vogël, futbolli ata mundësina ka pas, po që se doli një biznesmen, kështu që nuk është e drejt të parajgjikime që i bojnë shpeshherë. Sepse po shikojmë sot Ignatian. Jo po Kuksi, jo po Laçi, jo po Ignatia, jo po kjo. Sot ka ardh biznes xhoxho, ai që ka lek, ai ban. Investor. Ti si qyteti i madh si Shkodra që s'ke pas leka, s'ke pas organizimin e duhen për 8 vjet me bashkinë ke rënku. Apo Korça ka shku në dytën, apo Partizani ka ndaj me vitën dytën, apo Vlona ka rënë dytën e ka ndaj me vitën, Dinamo apo një ashtu. Pra nuk e ka fajin kërkush, nuk i ka bën dëm kush, as Vllaznis, as Tiranës, as Korç, as Partizanit, as Dinamo që kanë rënë dytën e kanë ndaj me vite.
i kanë bërë Damvedit. Pra janë vetë shkaktarët e një situate të tillë. Dhe por nuk e disha realisht se ku lum Kuksi. Dhe më tha duhet marrim taku i herë se kam nevojë, më kanë sugjeruar emrin tënd dhe kam qejf me bëj bisedë me ty. Thotë mu bashkëshorti kush është filoni mos ja fish, i thash, "Rigjon ai, po shkotet për respekt duhet më shku." Okej, shkoj në Tiranë. Thjesht më thon faleminderit edhe për konsideratin që ka tregu për mua, se trajnera ka bukur. Kur më thotë në Super League, thotë Meta herë Super League Kuksi thash hajde. Edhe më kanë sugjeruar thotë emrin tënd, thotë kam pyet shumë njerëz, për shumë trajnera dhe për shumë emra të mëdha thotë tu, por çuditërisht të tanë thotë kanë folur thotë për ty dhe më kanë folur mirë, edhe si karakter, si ideal thotë. Kam dëshirë të me këndi trajneri Kuksit. Unë i thash Meta, se unë i thash kam marrë me thonë faleminderit, s'po burr, i thash, po je për me marrë ekipin, i thash. Ja thonë, Italek tha ke, as bëmë pazar as kërgjom, me pak fjalë me la qilësat në dorë. Një ekip që sa kishte ardhur në Super League, me problematika shumë u do të organizu prej zerës gjë. I me ekip e cilën një pjesë jo e vogël ishin ish lojtarë të ligës inferiore që kishin kënë, dhe u ndërtu gradualisht me lojtarë të cilët ekipet e tyre kishin rënë ligë inferiore, siç kanë kënë Dinamo në atë kohë dhe Kamza. Kanë pas pjesë ndërmuese nëse mund të them kështu të lojtarëve. Në fund më në fazë përgatitore u ofruan 2 lojtarë, 3, ardhi Almuqa prej Korç. Ka ardhur një biskup, një kroat, me sfushor çamë 6, i profesionist i vërtet, edhe ai ardhi te Kuksi dhe kjo ka qenë Kuksi i asaj kohe me një Popović, një lojtar serb, i cili ishte lojtar për cilësitë tipore që kishte ai si lojtar, ishte lojtar me eksperiencë shumë madhe, por që për mendimin tim ai kishte një periudhë gjatë pa luajtur futboll, gjë që cilën u vërtetu më dhe më mbrapa, sepse përveç peshë ai kishte edhe probleme shumë të mëdha fizike, të cilët ishte i ndërprem prej kampionatet, prej futbollit, prej vitit e sa, por që Federata Serbe bate një punë të mirë, të gjithë lojtarët të cilët nuk ishin gjetë ekipe, i organizohet e federata vetë, i jepte një trajner në dispozicion të cilët i stërvite në mënyrë që mi majtë dhe me gjetë momenti mi shpërdojnë në ekipe. Dhe kjo ka qenë ekipi i Kuksit në të kohë, nisë si loj. Kuksi Europian, nisë me shumë ambicione. Po që fillimi i starti ishte jo i duhuni për dëshirën e president, sepse 2 barazime, 2 ndeshje të para të lush kundër ekipeve vllaznis apo ekipe nuk e moj mend se kush ka kanë tjetër Gjirokasë, mos e gabosh apo barazim që ishin shumë më të organizuar se na. Nuk është e kollajt një ekip pa emra, ekip i ardhur prej ligës inferiore. Viti parë superiore. Eksakt. Ku edhe pothuajse isha i shkarkuar si trajner. Mas 2 barazimeve u mor vendimi për mua shkarku. Më fal, isha gati të u shkarku dhe shkoj ndeshja 3 në Fieri. Fieri kishte ekip Bajagit cilësor në atë kohë. Shumë cilësor bile ka kanë edhe Uzuni dhe Fili, mos gaboj. Që ishin fillimet e tyre. Uzuni ka kanë edhe thuja Vlonjati me sulmuesi i krahut djathtë që ka luajtur për kombëtarën për disa vite. Roshi, bravo, Roshi, ka kanë një ekip shumë cilësor. Unë do me barazim edhe atje dhe aty marr vendimi për shkarkimin tim në Fieri. Për 3 barazime rresht. 3 ndeshje, 3 barazime. 3 javë të parë. Por fal zëvendës presidenti ton, një figurë që unë nuk do të harroj kurrë, është Flamur Hoxha quhet, i cili është edhe deputet i Partisë Demokratike aktualisht dhe një biznesmen në biznesmenat e rrallë që Shqipnia ka që është shumë i rregull dhe shumë korrekt në punën e tij. Ka një biznes i fasonerisë, e cila nuk ka fasoneri, pa është farmaci, nëse mund ta quaj kështu. Pra një disiplinë të jashtëzakonshme dhe paguesi taksave i mjek, nëse mund të them kështu, një burr i jashtëzakonshëm, një burr i rrallë, me zemër të madhe dhe me edukat shumë të madhe. Që është e vërteta. Ishte familje shumë e njohur intelektuale edhe në Kuks, i internuar, edhe i çum në Durrës, më duket, në Shkozet dika anaj. Po kështu deputeti asaj kohë i PD-s Fatos Hoxha dhe ai, zbashkët edhe me kryetarin e bashkisë zotin Halili, të cilët të 3 bashkë kanë çuar në tavolinë dhe një farë mënyrë kanë vënë vetëm, nëse don me hek filanin do të heksh filanin, në atë kohë ishte drejtori, sepse ajo ka bën krejtësisht menaxhimin e tij dhe të tjerë. Atëherë edhe nëse jena më mbështetës as donator të klubit. Edhe si për ironi vazhdova dhe javë vetë me Ballçin në Kuks. Erdhi Ballçi me lojtar mongot në në fund e fitu me ndeshje 1-0 dhe pse ishim me lojtar mongot. Dhe ditë thamë aty më ndaj nuk e di, nuk ka dalë më ekipi. Vetëm fitore brenda është derisa
u shpall me nën kampion të Shqipërisë. Arritje ishte për kohën. Patjetër, arritje e zakonshme. Mandej kujt e mori mendja me ecurinë europiane? Ecuria e zakonshme. Askujt. Po Laçi, komenti shkurtër para se të kalojmë tek Vllaznia. Mos u largova prej Kuksit, më ardhi ofertë prej Tiranës që është e vërteta, të cilën refuzova. Dhe më ardhi oferta prej Laçit. Dhe Laçi ishte ekipi i cili unë nuk e mendosha kurrë se mund të shkosh te Laçi. Me shumë respekt tashmë që e njeh mirë atë qytet, kam shumë miq, kam shumë dashamirë, kam shumë shok, e kam kaluar jashtëzakonisht mirë, kam kaluar pjesë shumë të suksesshme të karrierës time edhe me trofe, por edhe me kalime turësh në Europë, në momente të vështira por fakti kur kam qenë sportist, e paragjykimi, po them me fije presioni, problematika që shfaqte Laçin atko, por realisht ishte një Laç shkret tjetër që i kishte hyrë një rrugë tjetër, një rrugë futbollit. Jo rrugës nëse mund të them problemeve të më përparshme. Ishte çdo vit në Europë. Ishte një ekip i cili kishte investime pikante, me pikatore, por shumë cilësore, nëse mund të them kështu. Dhe kena pas një Jane Sadeni, nëse e mani mend sulmuesi nigerian që më vosh tek Skënderbeu, bravo. E pat me afrim punin një javë para kampionatit tha ardhi edhe Cetkoviçi, me Sfoshori 10 që më sakt, ishte lloj kombëtarës Mali Zi, Nipi Mijatovićit. E kështu që bashkë me Cetkovicin kriju një dyshe shumë perfekte, nëse mund them, që a thu se kishin luajtur prej vitesh bashkë, njihshin një tjetrin shumë mirë me sy myll. Të dy të kërkuan me gol me ekipet e së parë. Patjetër. Po kështu kishim aty me Sfoshor Çandet, Veliaj, një futbollist i genial, nëse mund them, në çdo aspekt. Ndash lojtarë që njihte shumë mirë të dyja fazat, ndash edhe luftën sportive, por edhe një mjeshtër, nëse mund them, në marrëdhënie me topin, pasin, në cilësinë, të cilën nuk e di pse fatkeqësisht edhe ideali nuk luajti nivele ose nuk e hallon mundësia për me luajt nivele në ekipin. Heroi heshtur, meritohet të ketë pjesë edhe kontarës për atë cilësi që kishte ideal. Edhe një njeri jashtëzakonshëm, shumë i urtë, shumë profesionist. Po kështu një person i cili ka nevojë kanjëherë ekipi siç është Aleksi, nëse mund të thojë te Ignatia, që është një futbollist shumë i mirë për mua, është më i miri i kampionatit shqiptar me fush. Pozicioni i tij. Por që i bën edhe atë, nëse mund të them atë Zhurmusin, e kena pas Zefi, një lojtar i cili Zefi që shkoi te Korabi me pas në ADN këtë punë, por një lojtar i cili ishte lojtar trajnerit, punëtor shumë. I dyshe mbrojtjet kemi pas Buljan me Shetën, kanë dy lojtarë. Kroatin Buljan edhe Sheta. Edhe Sheta edhe pse ishte një moshë mallore 33 vjeç ka kanë atë. Por ka bëj kampionat perfekt, jashtëzakonshëm. Po bën një ekip shumë kompetitiv dhe cilën po me rezultate shumë mira. Ajo që kishte vlera besoj në atë kohë ishte që ekip kompetitiv, por pa shpenzime marramendse. Laçi nuk është ekip që ka shpenzuar shumë, thash Laçi ka bën goditje me pikatore, 2-3 ka marrë lojtarë të cilët, sepse ndoshta ke qenë ekipi që ka shpenzuar shumë dhe nuk i ka pasur ato cilësi. Eksakt. Kulmin me të thënë drejtën, më ka kanë finalet Kupë Shqipërisë kundër Durrësit, kundër Kuksit, ku fatkeqësisht edhe tifozët e Tiranës u bënin me Kuksin. U bënin bashkë të dyja palët e tifozërive, sepse po ta hupshim në finalin e Kupës, delte Tirana si vendi i katërt, nxehte vendi në Europë. Por si Allah me këtë nësi. Se varë kënësi. Edhe kanë bën një ndeshje perfekte, nëse mund të them kështu. Edhe golet kanë qenë një më i bukur se tjetri. Para Vilia, dyta ka qenë me kombinim që i bani Jamesi. Vllaznia. Ekipi yt i dashur, ekipi yt i zemrës. Por ndoshta përjetove stresin më të madh si trajner. Patjetër. Shumë kush edhin njerëzit. Unë them personalisht këtë, ndoshta edhe ju më shumë kush njerëzit e kuptojnë edhe njerëzit e mendojnë se jo këtu ka bën mirë këtu, po të Vllaznia s'ka punu, nuk i ka jes, nuk është ashtu, duhet me ditë gjanat se si janë. Situatën që i gjen, mbështetjen që i ke, brumin që i ke, edhe a ka zot shtëpijet apo s'ka zot shtëpijet, pra janë shumë gjëra për të kuptuar. Unë di me thoni këtë që Vllaznin për 2 vjet që kam qenë kam shtu 2 herë para për kategoritë. Me bashki. E kam gjetë vend para fundit, në janar që kam ardhur, sapo u largova 10 orë prej Laçit, erdha në janar te Vllaznia dhe shkuam në vend 6 pështu me para, sikurse filloi sezoni i ri përsëri pothuajse kret me djem shkodran dhe me lojtarë të cilët pothuajse nuk kishin gjetë vedin në ambientin e ekipeve tjera
Dhe ishim më saktë, ishim vrima fundit e kavallit, si thonë në shkollë, vllaznia, fatkeqësisht. Edhe po të jepsh parë, po të josh nuk ka se sepse është edhe logjike. Një lojtar që ka cilësi kërkon me dhënë treg, dhe në treg rrin të 2-3 ekipet e tabelës, nëse mund të them kështu. E vllaznia që kishte një ecuri për 6-7 vjetëve që gjithmonë pështohet në fund, asnjëri nuk mundesh për me e bind, për me ardhur si lojtar. Kështu që gjet me lojtarët e cilët nuk ishin vende këto ekipe, dhe një lojtar si Vrapit, edhe pse në moshë mallore, po që isha i bindur me eksperiencën që kishte, mund të na kontribuote dhe ka bën një kontribut jashtëzakonshëm. Dhe ka kanë kjo situata e vllaznisë atë me shumë problematika, me shumë presione nga më të ndryshmet, megjithatë nuk ka temë të cilët unë duhet ta them, dhe ditë tham që kemi shkuar deri 6 javë pa marrë kampionatin, nga kanë vendin e 4. Mendoj se shumë bukura, dhe rezultate shumë mira. Këtu do e dilja, ta thash para se të hynim në studio, mbaj mend një deklaratë tënde në një fitore 3-2 sekondat e fundit përballë flamurtarit këtu në Loro Boriçi. Ndeshje me kthim 2 herë rezultati, ktheu Vlora, pastaj ktheu Vaznia në fund. The në media pas si mbaroi takimi që kemi me këmbë tokë, sepse u diskutuan panelet e specialistëve në atë moment që Vllaznia për Europë tenton, ka cilësi, kjo fitore dha përshtypje shumë pozitive. Ju thot, edhe kam ngulitur mirë mend ato fjalë, që kemi me këmbë tokë. Nuk jemi për Europë, të mendojmë për poshtë. E dije, sepse Vllaznia shkoi në finalen e mbijetesës me Tiranën. Edhe e kam e parasysh edhe imazhin tuaj, atë këmish zbërthyer nga emocionet, besoj. Është vërtet. Fundin e vëshëllimit e fundit. Patjetër, është vërtet. Unë e disha situatën, e njihsha më mirë se askur situatën, e disha më mirë forcën edhe mbështetjen që mund kishte Vllaznia, pra disha shumë faktorë, disha ekipin, disha edhe problematike që janë brenda ekip, disha edhe personat të cilët tallen me ekipin. Po që s'kisha alternativa tjera dhe isha detyruar her mas herët me pranu një tallje, por me mbyt 2 ndeshje tjera mrapa, por ishin persona tjerë të cilët talleshin më dhe me ekipe tjera, dhe kjo ka kanë Vllaznia asaj periudhet. Dhe shkume në vendin e 4 në këtë mënyrë, me shumë sforco, me shumë problematika, të reke mos këput në kuptimin e kësaj, dhe me vjen një sinjal mu 6 javë pa marrë kampionati, pa dashur përmend emra dhe situatat të cilët më thonë që do shkosh në ndeshje fundit kush më ra prej kategorie ti bash me Tiranën. Paradoks. Tham drejtën thash janë të marr mu tall. Por personi i cili më tha këtë gjë, nguli kam dhe unë e mora seriozisht, po thjesht. E mora seriozisht, është e vërteta dhe në fakt ashtu doli. Për 6 javë nuk morëm pikë kërkon. Vetëm i pikë na do të ne, të paktën mendoj minimalisht në vend 6 ti mos më diskutu. Sepse ishin në kohë Gjirokasta 2 pikë në ne, Tirana qofsha i gabun ka kanë 4 pikë në ne, ka kanë Laçi 7 pikë, Durrësi 8 pikë, Vlona 9 pikë, vendi i parafundit. Vlona i vendi i parafundit me 9 pikë. Tash më thoni mund 9 pikë, 6 javë pas javë po marrë kampionati, si ka mundësi që mund të shkojmë na. Çfarë shkume? Që është e vërteta. Dhe aja që anolli më dhe më mrapa ishte edhe më dramatike, se pse më molle e personave të cilët ishin, po thojmë në thojza të ashtu quajtur jabanxhi, dezertuan. Me përjashtim të Vrapit, i cili realisht e kishim gërmullim 0% me veti, po që kishte një shfrymje temperaturit ethësh, të jashtëzakonshme të busët dhe këta, dhe ishte e pamundur për ta bën pjesë të ekipit. Kena shku në atë finale, po thojmë me Tiranën, me një Vllazni U20. U19 e trive, pjesa më e madhe ka kanë e trive, por edhe Stoli ka kanë krejtësisht me lojtarë të ekipit trive, me përjashtim të Antonio Markut, i cili vite mas një dëmtimi shumë të rëndë në gjuhë, të cili s'kishte bën as edhe lisancë servitore. Imagjinojeni të shtisë. Që hyri dha kontribut fundit. Dhe ashtu u bë loja, marrë pjesa por një pjesë shumë më mirë e jona. Shumë më mirë e jona se Tirana, kemi pas 2 gola mundësi për të shënuar si Kalaja, po thuj vi fatale ka kanë, edhe Qinari ka pas një rast shumë mirë pasë për të shënuar. Dhe pjesa 2 do bëmë edhe më problematike dramatike, sepse një lojtar i vetmi që ishte me ngjyrë, që kishte ndajtë Muleno edhe i bani tërheke, sepse ishte një lojtar i cili se ka morën se kësi e pronën nuk e ditë Vllaznia, se unë si isha dakord, them drejtën, sepse s'kishte as përgatitje fizike dhe nuk ishte një lojtar i cili bëte diferencë. Edhe unë nuk jam personi i cili një blemje me çujt në qoftë edhe njësoj me tonin. Nëse njësoj për temin, unë fus lojtarin tim, shkodranin tim, nuk kam se një lojtar që nuk bën diferencë. Por ashtu ishin situatat në atë kohë dhe s'kishim alternativë tjetër se u vra Antonio, dhe detyruam me majt këtë.
cili u shkput, doli prej lojë për tërheqjen kam, për pa përgatitjes që ai kishte ndoshta prej kosh pa bë. Dhe u detyruam mandej për të fut një djalë të ri, por që nuk u binda sakt, u konsultova me Avenirin, me trajnerët portierave dhe vendosme duke pa gatishmërinë e Antonios Markut për ta futur kanë kënë rreth 20 minuta pa marru pjesa pjesa 2 e lojës, loja kret ku a dosh me fut me ngranu. Pas I ditë stërvitje, I rrezikote me ballë edhe kputje krejtësisht ligamenteve gjunit, edhe me karrierën përfundimisht për ajo, por më mend ata pika lot tin faqen e Antonios që harroi kurr edhe një fjalë të cilën për ty dhe për vllaznin unë edhe këpucë edhe kamen sot më ka thënë. Emocionues. Pa, shumë, thënë drejtën. Edhe ka pas Bardulla, ka hi me Gjulpana, me Kavile cop. Edhe kanë kënë vetëm shkodronët pra djem shkodron. Djem shkodronët të cilin fakt e pështune, edhe pse trin mosh pjesa më madhe. Sot krymit mund I thush është I pjekur, por në atë kohë më fjalë para. Ishte 20 vjeç. 7 vjetëve, 8 vjetëve kjo histori, pra ka kënë 21 vjeç maksimumi, Bardulla I ri, po ashtu. Pra kanë kënë gjithë, Antonio po ashtu. Gurishta ka kënë po ashtu. Pjeshka po ashtu. Qinari, Kalaja, Hebaj edhe më I ri se këta. Ai Hebaj ka kënë 19 vjeç, mos qofsh I gabum. Pra ka kënë një vllazni e tillë, të cilët desh Zoti, desh djersa aty në djembe aty. Tifozët e vllaznisë të jashtëzakonshëm që kanë kënë ditë në kush të ka lënë zemra në atë moment besoj presos do të lë. E kam përjetuar stres të madh 1 muaj, unë s'kam fjet gjumë, që është e vërteta. Shpesh herë kam marrë edhe qetësuesa, sepse e disha thirrjen që shkonin në fund me Tiranën me ra. Kisha edhe presion nga një grup të ashtë të qujtën tifozash të Shkodër si pse nuk fut filanin me lujt të cilin unë I përjashtova mos në ishesh me Korçën, dhe unë nuk jam budall, e di se për çaj kam përjashtu për ekipit, por çuditërisht disa tifoza preferoshin për të futa, jo se janë niva thirrjen e tyre, por I kam pas mesazhet në telefon, por më mirë të hupi me djemt e mi, me shkodronët e mi, se të vinë të vazhdojnë të tallen, ata që janë tallë me mu është e pa kuptimt, është naivitet, është edhe e pa drejt, edhe e pa ndershme me vazhdu me lanë me u tallë me mu. Kur tham me mu, me vllaznin edhe me Shkodrën. Dhe kjo ishte një fund jo I bukur sepse nuk është në një krenari për të pështu prej ligët, por për mënyrën se si ardhen gjanat. Mu deshta filluasha prap atë sezon, edhe pse nuk dosha më me fillu, sepse investime s'kishte, blemje s'kishte, vazhdoshin ata ndërhymjet politike e rraqet me prunë lojtarët e tyne, nuk u merrte gjë vesh kush hinte kush delte. Kur larguat ju larguat diçka detore. Unë vazhdova të them më sinqert sepse kisha presion edhe kërcënime nga më të ndryshmet dhe e vazhdova për mi thonë me kuptuar që unë nuk ka se tërheqem për kësaj pune. Po kur vazhdova edhe pash që edhe persona të tjerë fillunin atyne që të cilët na I dhamë besimin tonë për të tallë përsëri me fanele vllaznisë, aty I thash kryetarit të bashkisë, stop. E kam të seviti, kam thonë të servis ekipin ton javën, kam për t'ja bëllë analizën e ekipit, nuk kam me thonë asgjë që me fut frym pesimiste në ekip, por nuk dal më se jam trajneri I vllaznisë. Ke kohë një javë për me gjetë trajnerin për më ardh. Gjeti një trajner I cili në fakt erdhi edhe tha vllaznia ka kanë gjëra që janë të nivele se unë e çoj në Europë dhe çoj në Europë fakt vllaznin. Po, vllaznia shkoi kategorinë e parë. Po. Fund sezonit. Përveç edhe Braklisi 2-3 ndeshje përpara. 2-3 ndeshje para. Por kjo është situata e vllaznisë. Pra shumë kollaj për të paragjykuar gjanat për pa I ditë gjanat se si janë mbrëm. Kjo ka qenë e kam bërë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi sepse kam pas detyrim moral, borxh moral tjetës teme për t'i dhënë mundësi vetit për të pas fatin për me kontribuar sa do pak me ndihmën vllaznin. Kam pas mundësinë edhe më përpara, e kam refuzuar, bile I pjesë tifozave më kanë paragjykuar, kur kam kënë të Kuksi I kalu me turin e parë, më ka thirr Lorenz Luka me pi kafe. Në fakt aty më ka pas Lorenz Luka dhe më ka hek prej punës. Lorenz Luka. Kam kënë drejtori I Akademisë vllaznisë, ku për herë të parë kanë fituar tan gjeneratat e vllaznisë. Gjitha moshat. Po I qit kafe e pica albitrave, si që kanë bënë më përpara, por që kanë luajtur futboll, kjo është e vërteta. Dhe jam I vetmi që kanë bënë një projekt, që më ka kërku presidenti Fusha në atë kohë, një projekt për Akademinë e vllaznisë, të cilët e kam pas njërin unë, njërin e kam dorëzuar, dhe tjetër kam dashur me e çute se më thanin është zyra sportare në bashki, me e çute arshiva. Te zyra sporte ishte një person që e njihni gjithë, dhe ku më tha çfarë letër, ku ka letra, tha aty tha pa çfarë me fut aty tha. Pra imagjinoj, po thonë po mirë më e këtë paktën fillojnë prej zerës. Ikun vjen dikush tjetër e bën bati fare arshive sa do pak e vogël. Nuk e morën konsiderat.
Dhe ardhen zotënit e bashkisë, po di gjë qa bën, qa punu, qa, duhet të më fut njerëz të vetë dhe kështu banin. Dhe më dhej më thirri, më ardhi, thash faleminderit shumë i thash, i mos i janë numrova tana këta gjëra të zotënive, zotëni i shkretarit. Atëherë i thash faleminderit, po jam shumë i nderuar dhe i respektuar dhe jam në gar në filan ekip dhe kështu nuk kisha arsye për më ardh të vllaznia dhe dolin media, u paragjikova jo mia në atë kohë për tifozëve Shkodrës. Po dhe zoti, edhe pse ishin momente i vështirë, unë me shumë kënaqësi ju afrova këtij momenti. Jemi minutat e fundit të transmetimit. Vllaznia është dashuri e madhe. Patjetër. Nëse pas nesër të rithret. Nuk e di se po ta bëj pyetjen direkt personale. Nuk edhe personale nëse mund të flasim kështu, nuk ka se e kam dhënë shumë të respektuar kohët e fundit vetëm për vllaznisë, ç'është e vërtetë. Kjo është një e vërtetë që kujt i pëlqejnë mirë, kujt mos i pëlqejnë, nuk mund t'ja ndryshoj as mendimin as pëlqimin, por se nëse ka nevojë dhe për sqarime më të mëdha dhe mund me e dhanë, patjetër. Kuptoj. Me futbolli shqiptar në përgjithësi, sa ka ndryshuar, si ka ndryshuar, pse ka ndryshuar? E pse ke pak fillim që nuk je as pak dakord me këtë vendimin e fundit? Absolutisht, s'kam si me kanë dakord kur është pa limit për të luajtur të huajt. Unë nuk e di se kur duhet me luajtë më dhej fëmijët e shqiptarëve. Nëse jena në Europë dhe nëse flasim që është kampionati i Shqipërisë, atëherë duhet luasin shqiptar pjesa dërmuese. Duhet ketë një limit. Ky është mendimi im. Nuk i pëlqen aty që kanë marrë këtë vendim. Nuk ka se janë për të huaj, mund të jenë 30 për mendimin 3. Numër i limituar. Është një teori që thonë ja po duhet me pas se ka cilësi dhe ka garë më tepër se është interesi i presidentëve që kur shkojnë në Europë me kalu ture. Në fakt për me kalu ture të shabon shumë e thjesht, ka një 5-6 vjeç që apo shumë e thjesht me kalu ture. Shumë e thjesht. S'ka me kush po kalu ture po hin grupe, sepse po losin gjithë ekipet. Përveç ekipeve shqiptare. Po losin po, këtu duhet dalë edhe përse pyetjen që më bënë në fund. Përveç ekipeve shqiptare, po losin me Liechtensteina, Gibraltara, Luxemburg, Andorra, edhe po shkojnë në grupe, po luajt me kërkan. Malta ka quar ekip grupe. Përpara ka kanë shumë herë më vështirë, që është e vërteta, sepse kanë ekipet, kanë vazë tjetër, short tjetër. Bilella Skënderbeu po të përfitu prej Kuksit atëherë, të cilët që ja bëri rrugën më të lehtë, i cili nuk luajti më futboll në turin e parë, po hini direkt turin e dytë. Dhe përveç këtyre që thotë më shqiptarë, edhe pse është lehtësuar shumë më tepër, përsëri ekipet për ka po 4 vjet, 5 vjet gati që ekipet shqiptare nuk po arrin për me bën një hap më tepër. Një kohë që ekipet në Kosovë edhe në Maqedoni të Veriut, si rasti i Tetovës, por edhe Shkupi mos qofshe gabum. Drita tek në Kosovë. Jo, edhe Maqedoni edhe Shkupi, Struga më fal. Struga. Shkoi vije lart në tur tret, qofshe gabum diçka tillë. Drita po shkon sistematikisht, kurse Shqipëria mezi ka lënë një tur dhe kjo është thjesht edhe vetëm diftan. Këmban alarmi Problematikat e cilat ka kampionati. Po tjetër ka sepse edhe nuk ka se këto lojtarë të ri që vendosen që pa limit kanë prunë një nivel të jashtëzakonshëm për mua janë i pjesë e madhe tyre janë mediokër, që është e vërteta. Unë mund të them cilësi si ka Ken Jamesi, si Jacetkovici, si ka Ken Noa Boezia te Laçi. Apo lojtarë tjerë Soe që ishin Kuban i jashtëzakonshëm, Soe që thuti te Korça që kanë pas me Olain, me Peiça, me Kuksi. Të janë lojtarë cilësorë, të cilët sa merr 10 prej tyre të tjerëve kot, më i lek aty në 10 e ble 2 ose 3 për smorit, por edhe futen me djem shqiptar, se ka lojtarë, Shqipëria prodhon shqiptar të mirë dhe lojtarë të mirë, në akademi ka ja vetëm Shkodër, po ka edhe tanë Shqipëni lojtarë, po duhet i napin dorën. Dhe nëse nuk i nep dorën dikujt, edhe Leo Mesin apo Maradonin, po s'ma kishin zbrit në fushë, ja nuk e kishin njoftë asnjë. Njërin prej tyre shembull aktual nga kampionati shqiptar keni trenuar vet, Julian Shehu, titullari kombëtar. Po tjetër, po kjo është paradoksi i ne shqiptarëve, kam vujt edhe vet. Në momentin që kam kënë të Shqipënia s'ma ka njët kush dorën hiç mund. Në moment që u bën shagati me i ka më shku jashtë, në çoshin fjalë për ftesën kombëtare. Pra kështu edhe kjo gjë. Një lojtar që është kampionar shqiptar, kontribon, evidentohet, as se llogarisin hiç, as nuk e xajnë gojë hiç. Sa po ik, mos i javë ti çojnë ftesën për kombëtare. A thu u bën këy për javë u tjetër su ka ecën lojtar. Një koleg që do veçoje ndoshta në superiore. Si trajner? Si trajner flas. Ka trajnera, ç'është e vërtetë ka. Po flasim për sot, që janë aktiv që po drejtojnë ndoshta në superiore. Po ka trajnera të mirë, po tjetër që ka Ilir Doja trajner i mirë. Teto. E pëlqen filozofinë e tij? Po tjetër, janë ekipe të cilët shifet se ka dorë trajnerit, as diskutohet edhe apo. Shifet mënyra si losin, racionaliteti që kanë mënyrë të ide si kërkojnë me dalë sulm.
Po kështu ekuilibra që në fazën mbrojtëse. Pra ka dorë, janë ekipet të cilët punohet apo punojnë ta. Po tjetër që edhe Martini është një trajner I cili ka filozofinë e vet, është pragmatist. E akuzon për mbrojtës. Është pragmatist, është mënyra ka qenë fantazist dhe është pragmatist si trajner. Është mënyra e tij, pra gjithë secili trajner ka filozofinë e vet. Edhe përdesa filozofia atëherë ti e çesh kapelën. Po tjetër, duhet që ti jesh korrekt dhe thusha çfarë është për të thënë. Prandaj ka mediokra sa dush të cilët, por kështu është. Është shumë për ti përmendur. Ka shumë. Është shumë për ti përmendur. Ne jemi në fund. Është ky sezoni I dur, jemi tashmë në vitin 2026, është viti I dur ndoshta për Vllazin të kthehet tek titulli kampion. 25 vite shumë janë. Po unë shpresoj shumë, të thash edhe më përpara, ka vitet e fundit që kena kanë ofër, kena kanë me Berdari që nuk e di si iku bile I kampionat tham drejtën, prej 11 pikë para në janar. 11 pikë para do të ikun. Nuk e di, tham drejtë nuk e di, sigur edhe barazimi më pas do të thonë ishte edhe që kanë një fazë Vllaznia në mos gaboja në atë periudhë pa të marr vetëm 4 pikë, një fitore, një barazim, 7 humbje. E di, por e çuditshme, por nëse gjana që nollin. Pra jena ofër, por thash do të kisha pas shefin më të madh për me dal ke Vllaznia sotme. Vetëm se është më shumë shkodrone, vetëm se është më shumë shqiptare. Mbrëm. Është më tepër ku janë dy djem shkodron si Martini ashtu dhe Sinani në krye të drejtimit të klubit, besoj që dy legjenda. Do ishte e mirë edhe do ishte një for sinjalit, por edhe një fjalë këmbanit, nëse mund të them kështu, edhe për ekipet tjera, të cilët besojnë më shumë I fjen shqiptar, sepse po shohim edhe trajnera të cilët kanë ardhur dhe unë I bëj pyetje të gjithëve pa përjashtim, çka kanë pronë gjë të re në futbollin shqiptar tani. Kanë marrë krahët, kanë marrë italianë po fund. S'ka me të kush por, kines, kubanes, që dënë binë, sa probleme me punë, por di që nuk kalon asë një gjurë. Dhe sa ture kanë kalu, që kanë prunë e ndryshim në futbolin, në ekipet që kanë ardhë. Për mu, janë shumë pakt, zakonisht pak me pikatore në njëri nëse mund të kënë bëjnë diçka të vogël. Edhe një partizani që ishte para 2-3 vjetëve, Krat, nuk mundë me paragjyku si trener, se nuk e një feq. Po nuk ka se posh në partizan të jashtëzakonshëm me një mënyrë futbolli tjetër dhe ka lënë atë shkojnë tur tretë atë diçka tillë me ekipe si Liechtensteini, Gibraltar dhe çfarë janë ta. Kjo është ajo të cilës ata kanë pronë. Tani është pyetja e fundit, kur do kthehet Sugu? Apo këto problematika që cekën gjatë gjithë bisedës. Nuk është e lehtë, sepse kemi dëgjuar së fundmi një interesim Partizanit ndaj jush. Nuk u konkretizua, por unë jam I sinqert dhe kam deklaruar edhe në studio televizive që kam kanë ftuar apo edhe në intervista që më janë marrë, realisht mund nuk më ka kontaktu as edhe një njeri, as I telefonat. Mund të kenë biseda, vendimarrje ndoshta të drejtuesave apo brenda klubit Partizanit të cilët mund të kenë dalë lajmi për ty. Unë nuk kam absolutisht edhe një kontakt. Kam pas në Superligën shqiptare ofertë. Po kështu edhe ligë inferiore, por me shifra shumë të mira, që është e vërteta, po s'kam pranuar për të shkuar, edhe në Super League janë disa arsye të cilët duhet ketë një program, duhet ketë një ekip I cili më ngrohi fije, që është e vërteta, sepse jam lodh me të thënë drejtën I fije, jam lodh jo pak herë, jam lodh me ekipe të bën uf puf, bile I kolegi jemi kur ishim te kombëtari atrive, kisha koleg asistent në Ardi Beharin, edhe ati puf që të bite me lutë me Spanjën, me Francën, me Belgjikën, me Serbinë, me Anglinë, me ekipe kolose, me Italinë, kam lutë 2 vjet rresht në Coverciano me ta. Edhe vetëm puf rrin të më dhe thotë ta kishim hapi gomisteri, kishim fituar lek, thotë të puf. Kështu që nëse ka një ekip që është I fije organizuar, serios, po edhe me financat e shnoshta, sepse ka shumë rëndësi dhe kjo. Fatkeqësisht u bëj periudhë jo e vogël në kampionatin shqiptar që ka probleme serioze me financat. Besoj se edhe ju gazetarët dini ndoshta më shumë se na, por pak kush flet, pak kush guxon për të thënë gjërat, është më mirë për të thënë gjërat siç janë. Sepse të gjithë janë familjar, në fundit, më dhe nëse nuk ke familjen tonë, po ke princi I hala I pa feju I martum, po ke përgjegjësi për të marrë familje dhe të shkojnë muj pa u paguar është problematike. Është shumë problematike. Kështu që në një moment që mund vini diçka e tillë serioze me klasi. Kam pasur në Kosovë, që është e vërteta, po që nuk jam bën hala, nuk I bindun hala për me bën lvizje. Unë të falenderoj shumë për sot që ishe pranishëm në podcastin numër 1 timin personal të AD Production. Ishte nder për mua, cekëm disa tema, me të vërtet aktuale por të shkuarës, ju uroj shumë suksese dhe shpresojmë të shohim shumë shpejt në një pankinë qoftë shqiptare por edhe në rajon, pse jo. Ende të falenderoj edhe unë me shumë zemër, edhe tha me shumë qiltërsi, sepse ndihem
i vlerësum dhe i respektum shumë faktin që ti thash edhe në fillim po nis me mu. Dhe të uroj me zemër që t'jem kam marrë, edhe jam i tillë, thash edhe më përpara. Kështu që shumë suksese në profesionin tënd dhe në iniciativet që ke marrë, sepse është një diçka i cile realisht i ka mu prej viteve qytetit Shkodrës. Falenderoj shumë. Ftohen ata të cilët kanë dhënë, ata të cilët kanë djersitë, ata të cilët kanë lënë një gjurmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit ju. Ju falenderoj edhe ju miq të rëndoqët për vëmendjen tuaj. Ne do jemi çdo javë me AD Production dhe Podcast Sport. Shimaj Produkt, Gushta Events dhe AD Production.